si do të bëjnë nismat që kanë të bëjnë me zhvillimin ekonomik lokal, patjetër paketa e maleve vazhdon të eci me ritme shumë të shpejta, pothuajse të gjitha bashkitë tashmë në vend, mbi 50 bashki kanë zonat prioritare të miratuara. Janë mbi 9.000 aplikime të cilat janë bërë në territor. Kemi bashkitë e para ku 4 prej tyre tashmë kanë miratuar fituesit ose ata të cilët janë vlerësuar në bazë të aplikimit dhe tashmë kanë marrë vendimin e këshilleve bashkiak për të vazhduar më tej me hapat konkret. Ne do të kemi gjatë muajit korrik raste suksesi nga bashki të ndryshme të cilat tashmë po implementohen në nivel vendor. Nuk mund të ri pa përmendur atë çfarë normalisht është dhe një mesazh i qartë që qeveria shqiptare ka për mbështetjen e bashkive që edhe në aktin normativ që sapo miratuar kanë qenë plot 65 milion euro financim shtesë që nëpërmjet Fondit Shqiptar të Zhvillimit do të përkthehet, ku më shumë se gjysma e tij është përqendruar tashmë në infrastrukturën lokale, duke filluar me programe të ndryshme, siç mund të jenë fasadat e pallateve në zonat urbane, rrugët e bardha apo asfaltimi i rrugëve rurale. Por në të njëjtën kohë ne kemi një risi të jashtëzakonshme ku 30 milion euro tashmë do të jenë të fokusuara në fuqizimin e kapaciteteve vendore për sa i përket logjistikës, ku 20 milion euro do të jenë fokusuara në logjistikë që ka të bëjë me mjetet e domosdoshme për sa i përket parandalimit të emergjencave në kuadër të përmbytjeve apo dhe të zjarreve, përgjithsisht infrastrukturë bujqësore dhe ajo infrastrukturë rurale. Këto mjetje do të jenë të organizuara në bashkëpunim me Fondin Shqiptar të Zhvillimit në nivel qarku dhe do të mbulojnë të gjitha kërkesat që bashkitë kanë në vend. Në të njëjtën kohë, ne kemi një financim prej 10 milion eurosh, i cili do të jetë i fokusuar në një program të ri që qeveria shqiptare tashmë do të çojë përpara së bashku me bashkitë që ka të bëjë me përmirësimin e transportit urban. Ku ne e dim shumë mirë që tashmë transporti urban mangësitë e veta që ka pasur ndër dekadat e fundit, në fakt po i nxjerr edhe më shumë pa si lloj e kërkesës të atyre që vinë dhe vizitojnë Shqipërinë për të përdorur këtë shërbim për të eksploruar Shqipërinë në të gjitha bashkitë e vendit. Dhe besoj që ky program që ne tashmë duke ndërtuar, ku ne do të krijojmë një bashkëpunim të qëndrueshëm midis Fondit Shqiptar, i financuar kuptohet nga qeveria shqiptare, menaxhimin në nivel lokal do ta bëjmë bashkitë, ku bashkitë do ta mbajnë këtë përgjegjësi dhe të arrisin përgjegjësinë që kanë për sa i përket përmirësimit të cilësisë shërbimit të transportit urban. Besoj që do të jetë një risi e jashtëzakonshme dhe aq më tepër një përgjigje e shumë prej ankesave që ne hasim, jo thjesht nga vizitorët, por patjetër edhe nga qytetarët në bashki të ndryshme. Po ashtu këtë javë unë nuk do doja që të le themi të bëj një përshkrim të detajuar, pasi ne do të kemi një prezantim zyrtar tashmë të rilindjes 2.0, e cila në vetvete ka një qasje 360 gradë të asaj çfarë në fakt ndodh në territor. Unë përmenda këtu duke filluar që me transportin urban, duke vazhduar me rrjetin e ujësjellsave, rrjetin e kanalizimeve, duke vazhduar me infrastrukturën bujqësore, duke folur për muzet lokal që lidhen ngushësisht me zhvillimin e sektorit turizmit, duke folur për riabilitimin e gjithë zonave ish industriale që në shumë bashki për arsye të ndryshme janë kthyer në fakt jo thjesht në një lloj pengese për sa i përket hapësirave publike, por edhe një lloj rreziku publik, shpeshherë për shkak të aresës, dhe kemi një sër nismash të cilat ne do t'i prezantojmë brenda kësaj jave, ku në fakt fokusi është qytetari. Fokusi është qytetari për të qenë qartë që bashkitë nuk janë vetëm në sfidën që kanë për të përmirësuar shërbimet, por ne do të jemi në ndihmë bashkive që ato të rrisin nivelin e cilësisë shërbime në nivel vendor, që ne realisht kemi ato shërbime që qytetarët jo thjesht i kërkojnë, por patjetër që në institucione lokale kanë detyrim që t'i ofrojnë. Kuptohet që kjo do të kërkojë financim, qeveria shqiptare është e gatshme dhe unë besoj që atë çfarë ne do të projektojmë edhe nëpërmjet programit Rilindja 2.0 për vitin 2027, 28 dhe 29 do të jetë një vizion i qartë i financuar plotësisht për të realizuar ato çfarë ne duam që të kemi si realitete të reja në territor. Dhe ne
E përmendim Rilindjen 2.0 si tashmë një program që është shumë i gjerë, jo thjesht ndërhyrje në infrastrukturën urbane, që përgjithsisht ka sjellë një zhvillim të jashtëzakonshëm të bashkive në kuadër të programit Rilindja që ka filluar para një dekade, por tashmë ne shohim bashkinë si një entitet që duhet parë në dimensione të ndryshme, duke filluar që nga startupet, mundësitë që të rinj kanë për të hapur kompani të reja, që nga infrastruktura bazike, që nga shërbimet parsorë, siç mund të jetë transporti urban, por po ashtu duke i dhënë përgjigje atyre sfidave tashmë të 3 dekadave të fundit, siç mund të jenë ujësjellcat apo kanalizimet. Dhe prandaj ky program do të jetë në fokus të ndërhyrjeve të qeverisë qendrore, bashkëpunimin me bashkitë e vendit që ne të kemi një realitet tjetër në kuadër dhe të vetë procesit të integrimit ku bashkitë e vendit të jenë në një pozicion krejt ndryshe në momentin që ne i afrohemi dhe trokasim në dyert e Bashkimit Evropian. Dhe me që përmenda integrimin në Bashkimin Evropian, përgjegjësi e Ministrit për Pushtetit Vendor është patjetër kapitulli 22 që ka të bëjë me fondet e kohezionit. Kuptohet që ky është momenti që tashmë dhe ngarkesa kapitulli 22 fillon me kapacitet plot, sepse është një nga kapitujt e fundit që është hapur në fund të vitit 2025. Ne duhet të jemi hapa shumë të shpejt, duke u referuar kalendarit që tashmë është miratuar dhe nga kryenegociatori në bashkëpunim me Komisionin, ku fundi vitit 2027 është objektivi jonë për sa i përket përmbylljes së gjithë kapitujve. Kuptohet që kapitulli 22 në vetvete nuk parashikon masa vetëm në një portofol, por prek në fakt një pjesë të mirë të portofoleve në qeveri, pasi bëhet fjalë për përgatitjen që duhet të kenë institucione të ndryshme dhe aq më tepër krijimin e arkitekturës institucionale, që është e domosdoshme për sa i përket përthithjes fondeve të kohezionit dhe aq më tepër roli që duhet të kenë bashkitë për të qenë më aktiv në këtë kontekst. Dhe unë besoj fort që qoftë me masat që ne kemi për rritjen e kapaciteteve, por në të njëjtën kohë edhe me të gjitha ndërhyrjeve që ne jemi duke realizuar bashkë me bashkitë për të pasur institucione në nivel vendor, qoftë dhe me reforma territoriale, që të kemi institucione që realisht të jenë në lartësinë e sfidave që koha do të sjellë në vitet që ne kemi përpara. Unë nuk do t'ju marr më shumë kohë, sepse besoj që do të kemi edhe disa pyetje ku patjetër unë jam i gatshëm që t'i përgjigjem. Omer Saraçi nga Radio Televizioni Shqiptar. 2 pyetje shkurtimisht bazuar dhe tek ato që ju na përcollët. Vitet e shkuara kemi parë problematika, sidomos gjatë periudhës zjarreve, për shkak të mungesës së një infrastrukture ajrore ose një mjeti ajror i cili do t'i vinte në ndihmë edhe le të themi efektive në terren. Cila është zgjidhja për këtë vit? Pyetja e parë dhe pyetja e dytë, përmendet infrastrukturën në nivel lokal, është ndërmarrë, le të themi ka pasur plane, projekte në të shkuar sa i përket ujësjellsave, një reformë sa i përket ujit. Si po shkon riorganizimi, le të themi, i ujësjellsave në nivel vendor? A ka sot, le të themi, ato bashkitë më të vogla të cilat nuk e kishin, le të themi, një ujësjellës i cili mbulonte më shumë se një bashki ose një territor më të madh përfshinte disa bashki. A ka sot, a ka ecur më tej ky, le të themi, kjo nisëm? Faleminderit. Në fakt, duke referuar pyetjes së parë, në fakt jo më larg se dje ne kemi pasur rastet e para në disa bashki të vendit për sa i përket situatave me zjarret në territor. Në fakt jemi duke punuar spari për të pasur të gjithë organizimin e duhur për sa i përket sezonit të zjarreve. Kuptohet bashkëpunimi ndërinstitucional, qoftë nivel qendror dhe atë lokal. Kuptohet që Ministria e Pushtetit Vendor do të jetë në një rol koordinues edhe për sa i përket këtyre situatave. Ajo çfarë unë do doja të nënvizoja është që sot ne jemi të bindur që viti 2026 ka një përgatitje më të mirë logjistike në tërësi. Qoftë kapaciteteve lokale, por patjetër dhe atyre qendrore në kuadër edhe të strukturave të emergjencave civile.
ku në bashkëpunim me forcat e armatosura, qoftë për ndryshmet nga ajri, ka një organizim dhe rritje të shtuar të këtyre kapaciteteve dhe siç ju e dini, vetë Ministria e Mbrojtjes është në fazën e krijimit të një marrëdhënie të qartë dhe të qëndrueshme për sa i përket ndryrjeve nga ajri. Por ajo çfarë unë do doja të shfrytëzoja si mundësi është edhe një lloj sensibilizimi që ne duhet të kemi të gjithë për sa i përket kësaj periudhe, çdo qytetar në çdo cep të Shqipërisë. Ne duhet bëjmë shumë kujdes për sa i përket marrëdhënies që ne kemi me mjedisin dhe mënyrës se si sillemi në territor, pasi qofte edhe aksidente të vogla që ndodhin, shpeshherë ne kemi konstatuar që marrin për masa shumë të mëdha dhe kërkojnë angazhimin e rizurseve të pafundme, lokale dhe qendrore dhe patjetër dëmet mund të jenë dhe afatmesme. Prandaj ky është një moment që ne jemi të fokusuar për të krijuar, siç e përmenda në fillim, ndërveprimin e duhur midis institucioneve në nivel qendror dhe lokal, shtimin e kapaciteteve logjistike që është bërë për të dy aktorët, si ato lokale dhe atyre qendror, por në të njëjtën kohë ne këtë vit shumë shpejt do dalim me një paketë edhe mbështetëse për të gjithë ata të cilët janë në linjën e parë të përgjigjes kundrejt këtyre fatkesive në territor. Dhe ne atë bonus që shpeshherë japim të gjithë zjarfiksëve në fund të sezonit të zjarreve, në fakt qeveria do dalë shumë shpejt me një propozim që ky bonus të shpërndahet për gjithë ata të cilët luftojnë me këto episode në fillim sezonit, brenda muajit korrik, duke marrë në konsiderat gjithë shtrimin e këtij sezoni deri në mes të muajit shtator. Do të merren hapat e duhur edhe me bashkëpunimin midis Ministrisë së Brendshme dhe patjetër Ministrisë së Mbrojtjes për të garantuar motivimin e duhur dhe të burimeve njerëzore.